Përshëndetje Shqipe, shpresoj të jeni mirë. Dje që nuk munda të bëja një video më përpara, por jam quar herët në mëngjes sepse jam në udhëtim për punë. Përpara se t'ju tregoj vendin se ku gjendem në Umbria. Dikush nga ju e di që Umbria është vetëm gjelbërim. Është vend shumë i bukur, por përpara se t'ju tregoj këtë, dua t'ju them që sot do t'ju tregoj një histori të një shqiptari. Vazhdojnë akoma të më shkruajnë për atë postin që kisha bërë para ca kohësh, duke ju pyetur kush ka histori të çuditshme dhe le të më shkruajnë. Dhe ky është një miku ynë që na ndjek, është djalë i ri, por na ka treguar një histori vërtet të trisht që unë dua ta ndaj me ju. Tani po ju tregoj vendin se ku gjendem. Siç ju thash, jam në Umbria, është një agriturizëm ky dhe gjendem nëpër kodrat e Umbrias. Shifeni. Është vend i bukur, gjithë gjelbërim, makina e punës. Nuk jam vetëm unë në hotel, por në këtë agriturizëm ka dhe të tjerë, por këtu përdoret shumë agriturizmi. Ka pishin nga ana tjetër andej. Nuk jam futur në pishin se s'kam kohë, por përpara se të nisem tani, kam një takim për punë, doja që të ndaja këtë histori me ju. Do t'i gjej thash 5 minuta që të flas. Djaloshi që na shkruan është rreth 25 vjeçar, por na shkruan historinë e babait të tij, të një shqiptari. Një histori që atë e ka frymëzuar, por njëkohësisht përveç se ka qenë një dhimbje për të, por e ka frymëzuar për shumë gjëra. Historia e babait të tij. Jati i tij ishte një djalë i vetëm nga Durrësi. Dhe ishte një vjeç më i madh se unë. Ishte sepse për fat keq nuk jeton më. I datlindjes 68. Pasi mbaroi shërbimin ushtarak, ai priste si gjithë të tjerët që të fillonte punën. Mirë po, ishte koha e lëvizjeve atëherë, pra po flasim nga viti 90 prafërsisht, dhe ai mezi priste që të shkonte në emigrim si gjithë të tjerët. Kur u hapën ambasadat, ai ishte një nga të parët që donte të shkonte tek ambasadat. Nuk arriti dot. Dhe si përfundim shkoi së bashku me disa shokët e tij në drejtim të Greqisë. Nuk dinte asnjë fjalë greqisht. Dhe kur e kapën ushtarët, e kanë rrahur kaq keq saqë nuk e morën përsipër as në spital. Në spital nuk e morën përsipër sepse kishin frikë se mos vdiste dhe mos u krijonte probleme policisë, dhe e ka marrë një fshatar që e gjeti në rrugë, që po jepte shpirt, po thuaj, dhe e mori e çoi në një klinik të një mjek i një fshati private. Dhe e kuroi ky plaku edhe e mbajti së bashku me gruan e tij. Nuk kishin fëmijë dhe e mbante në shtëpi. I bënte që i thoshte bëj çfarë do lloj pune, mjaft që të rish këtu. Dhe ai pastronte barin jashtë shtëpisë, bënte dru, gjërat shtëpiake. Shkonte psoniste etj. Dhe kaloi një farë kohe, ai donte që të kthehej në Shqipëri sepse kishte prindrit e ishte djalë i vetëm. Dhe kaloi më duket një vit, diçka e tillë, dhe u kthye në Shqipëri, u kthye që të takonte prindrit. Dhe pasi ndejti disa muaj, 5-6 muaj në Shqipëri, donte që të kthehej sërish në Greqi, por ishte pothuajse pamundur, sepse sa shkonte, sa ecte, dhe kush ishte në emigrim në Greqi në ato vite, 90-92, e di shumë mirë që ishte tepër e vështirë, pas sepse sa më shumë ecne koha dhe aq më e vështirë ishte për të shkuar në Greqi. Dhe ai e pa që ishte tepër e vështirë, kishin vënë më shumë roje në kufi dhe u kthye dhe shkoi sërish në shtëpi. Dhe po përgatitej që tikte në emigrim këtej nga Gjermania. Vendi që ai donte të shkonte ishte Zvicra, por thoshte ose Gjermani ose Zvicër. Megjithatë ai u nis, kishte ca para që kishte kursyer dhe filloi që të gërmonte se ku mund të shkonte. Fati e çoi në Monaco. Po. Dhe aty në Monaco filloi që të bënte çfarë do lloj pune. Zakonisht ata quhen fakino, ata që marrin valixhe, filloi të bënte këtë punë këtu. Dhe me kalimin e kohës, se erdhi momenti që ai donte të kthehej dhe në Shqipëri, s'kishte bërë as dokumentat. Dhe bëri ç'është e mundur dhe i bën dokumenta.
Sa i bën dokumentat, ai u gëzua shumë dhe u kthye në Shqipëri ca ditë që të takonte prindrit, sepse prindrit ishin vetëm aty, pastaj për më tepër e kishte marrë malli dhe mos gaboj pas 2 vitesh ndodhi kjo që ai mundi që të bënte 2 apo 3 vjet. U kthye në Shqipëri që të takonte prindrit. Dhe shpresa e tij ishte që ai të merrte prindrit aty ku ishte, pra në Monaco. Dhe prindit si gjithmonë, ne duhet të shikojmë që ti të martohesh, të jesh i lumtur etj etj. Dhe miri thoshte ky se kishte njohur disa vajza andej nga Monaco, por nuk bindej sepse ishin, për mendimin e tij nuk ishin të nivelit të tij, sepse ishte njëri i thjesht nga një fshat i Durrësit. Dhe si përfundim, prindrit donin që ti njihnin, që ai të njihte një vajzë. Dhe sot të nesër i dërguan disa fotografi, i tregonin që kjo është vajzë e mirë, nga familje mirë, etj etj. Një vajzë normale, thjesht, e zonës, jo aty kur ishin ata, por në një fshat tjetër më duket, ku në qytet nuk e mbaj më të mirë këtë, por nuk ishte aty, pra e vendit ku ata banonin, prindrit. Si përfundim, këta u kënaqën kur ai u kthye në Shqipëri dhe e njofti vajzën, u kënaqën prindit se thanë, tani ndoshta çdo gjë do shkojë mirë, do martohet djali, që të shikonin djalin të lumtur, dhe ata të shikonin një nip apo një mbes. Dhe si përfundim, nuk ishte i bindur totalisht, sepse thoshte nuk e di bab, nuk e di, thoshte gjithmonë këtë fjalë, thoshte nuk e di, dhe saqë këta u mërzitën prindit se thoshin ne po bëjmë ç'është e mundur që ti të martohesh, si nuk do të si e kanë shqiptarët, e kemë parasysh që të bëjnë çdo gjë ta bësh si me detyrim. Si përfundim, ai u bind vetëm edhe tha që bëri vetëm për prindrit, si thot i biri. Dhe u martuan, por me kalimin e kohës, gjatë kohës që u martua, ajo filloi që të punonte në hotele. Fillimisht filloi që të punonte sepse e mori me vete, pasi u fejuan, u martuan dhe e mori me vete gruan. Dhe filloi që të punonte në hotele si pastruese. Mirë po, në hotelin ku ajo shkoi të pastronte, në fjalë si pastruese, nuk kaloi shumë dhe e vurën si recepcioniste e hotelit, që ishte, ju e dini shumë mirë që në Monaco vinë nga të gjitha anët dhe recepcionistët duhet jenë të përgatitur, duhet të gjuhë etj. Përveç kësaj, ajo kishte ndryshuar, si thot i biri, ndryshoi. Me një fjalë ishte pak bjonde, por u bë komplet bjonde, flokët i kishte lënë të gjata dhe pothuajse edhe familjarët e saj nuk e njihnin më, sepse kishin të ndryshuar shumë. Ishte bërë shumë shikoze, shik. E keni parasysh ju, vajzë yll, duke sikur nuk ishte fare shqiptare, duke sikur nuk punonte aty ku punonte, por sikur ishte një pasur. Dhe jetën e bënte të tillë. Zakonisht nuk i pëlqente që të gatuante, dhe gatuante jati, ose të pastronte jati, shpesher, si thot djali tani. Është një shkrim shumë i gjatë, por unë po e shkurtoj, që më ka shuar. Është një djalosh që së bashku me ne këtu, në këto është shok yni, dhe shpesher edhe komenton. Dhe si përfundim, erdhi momenti që ai prindrit po rinin gjithmonë atje vetëm, ai dëshira e tij ishte që prindrit të shkonin me të, dhe bëri ç'është e mundur që prindrit të shkonin. Shkuan një herë prindrit në Monaco, ndenjtën ca muaj, u kthyen në Shqipëri, por prap nuk, dhe ai kërkoi që ata që të rrinin me të. Kaloi kohë dhe ata blen një shtëpi, e blen aty në Monaco, jo brenda por në periferi, dhe si përfundim i morën dhe prindrit rrinin aty. Ai e shikonte që gruaja sillesh pak ndryshe, por nuk mendonte kurrë që mund të kishte probleme me gruan. Megjithatë, siç e kanë gjithë shqiptarët, nuk shkonte të bënte as kontrolle nëse kishte ndonjë problem dhe kështu. Dhe në vitin 2015 zbuloi që kishte një kancer. Po. Zbuloi që kishte kancerin dhe u mundua me të gjitha mënyrat që të bënte terapie dhe tjerë, por i thanë që s'ka më shans. Bile i dhanë pak vite, i thanë maksimumi 3 vjet, i nuk do t'jetosh më. Ai beti sepse thoshte si do t'ja bëjnë këta. Ndërkohë ai kishte lindur një djalë dhe djali ka lindur në vitin 2001. Dhe në atë kohë ishte ende
i vogël, si që tregon dhe vetë ai, por me kalimin e kohës u përkeqësua i ati dhe në vitin 2019 vdiq. Pas vdekjes ti, me një fjalë, që ditën që ai vdiq, pra që po mendonin se si do ta çonin në Shqipëri. Sepse ai amaneti i tij ishte që të kockat e tij të dërgjeshin në Shqipëri. Ai nuk kërkoi asgjë tjetër, si thot i biri. I tha të shoqes, unë një gjë dua, tha. Vetëm tha që kockat e mia tha mos të dërgjen këtu. Unë s'kam askënd këtu. Kur të vdes më çonin në Shqipëri. Vetëm kaq dua. Ai nuk mundi që të shkonte në vitin 2019 sepse ai kishte vendosur që të ikte vetë. Me fjalë të merrte avionin me një biletë të ikte. Mirë po u përkeqësua kaq shumë sepse erdhi deri në limit dhe nuk arriti dot që të shkonte që të ikte me këmbët e tij, që mos kishin shpenzime familjarët. Dhe kur ai vdiq në vitin 2019, ajo filloi që të acarrohej, sepse e u zu edhe me prindrit e tij, sepse ata jetonin së bashku aty. Dhe si shtot edhe djali që i tha, unë tha, mund ta bëja më përpara, tha, pse duhet ta mbanin tha deri tani, sepse e jema këtë, i tha. Ne tha, po ta dinim kështu, tha, që kishit këto probleme, tha, që ti tha e ke problem që, sepse kushtonte, më duket rreth 7.000 apo mos të gaboj 9.000 euro, që ta menin nga ty ta çonin me arkivol, sepse kështu e kanë, me fjalë, ka një transport internacional që është pak i kushtueshëm, dhe të gjitha shpenzimet shkonin rreth 10.000 euro, mos gaboj. Dhe jo se ata aq pak sa kishin kursyer, sepse kishin bler shtëpi etj etj, ajo ndoshta donte që t'i mbante ato para, në fakt ajo po mendonte që ta varrosnin aty. Të bënte një djegje, me atë formën e djegjes, që thoshte të mbanin plurin. Hajti dëgjoje prindrit. Prindrit filluan që të qanin, e po ta dija kështu, tha, i ati dhe ema, unë nuk duaja, tha, që ta, si se ka një nën, e ke parë si vdi djali. Do ta kisha bërë me koha që të rinim në Shqipëri, tha, aty të dërgjesh. Si përfundim, ajo vendosi, me një fjalë së bashku me ta, u acarrua, e acarruar tha që, okej, me qenë se keni vendosur kështu, tha, do i shpenzoj ato para, tha, që ta merrni, tha, dhe t'ikni bashkë me të. Këta mbetën pa fjalë. Si tha se u fut në dhomë pastaj gjyshja, si shtregon djali, dhe e pyeti, nuk të kuptova, i tha, përse ke fjalën. Tha, edhe ju, tha, do ikni, sepse tha, unë nuk kam gjë kundër jush, tha, por ndajtë të tu, tha, ishte djali juaj, tha, ju nuk ju njoh. Ai, tha, ishte djali juaj. Ju, tha, nuk mund të rini më këtu. Përse do rini? Do rini për mua? Ata mbetën dhe nuk dini që të thoshin, ke shumë të drejta, atëre po iki bashkë me djalin, i tha ema. Dhe shkoi porositi të shoqin, pra tatin e tij, i tha përgatitu se do ikim. Dhe kështu kanë bërë. Morën arkivolin, të dy nën e bab, morën arkivolin e djalit dhe u kthyen në Shqipëri. Po të kisha ato para, tha nëna, gjyshja me fjalë, e këtij që na i tregon, nuk do i kërkoja fare asaj, apo do kisha marrë, do kisha ikur, dhe kaq. Shkuan e varrosën djalin në Shqipëri, nuk kaloi 6 muaj dhe nëna vdiq. Dhe nuk kaluan 3 muaj pas vdekjes së saj, vdiq edhe i ati. Pra u shua familja brenda një viti. Në tani si thash, ai ishte 25 vjeç, ai që na shkruan, djali, por thot që unë nuk më vjen ta ndëshkoj në nënën time, por unë që nga momenti që kuptova që të gjitha këto probleme u shkaktuan, ndoshta nga nëna ime, që nga ajo kohë unë nuk i flas më. Dhe unë nuk mund t'jap asnjë sugjerim, as diskutoj sepse e ka nënën e tij, gjithsekush ka jetën e tij, gjithsekush ka mendimin e tij dhe nuk ju përgjigja në këtë. Dhe që edhe në qoftë se më dëgjon në këtë video, doja t'i thoshe që unë nuk kam asnjë grad, sepse ajo është jeta jote, ajo është nëna jote, ai ishte baba yt dhe ti i di më mirë se të gjithë të tjerët historinë e shtëpisë tënde, historinë tënde, historinë e nënës tënde dhe të babait tënd. Dhe vetëm ti vendos
në këtë histori, askush tjetër. Pra ti nëse do t'i flasësh nënës tënde ose jo, vendos vetëm ti. Mos merr sugjerime nga askush, sepse ti e ndjen. Gabime bëjnë gjithë, nuk diskutohet. Dhe ç'është e vërteta, ajo nëna jote nuk I kishte prindrit e saj ata. Kjo është faktike. Tani, dikush do thot, nuk është njerëzore që ti nxjerrësh nga shtëpia. Nuk ishin prindrit e saj. Kjo është faktike. Tani tjetra, ka njerëz që I mbajnë, ka njerëz që nuk I mbajnë. Ndoshta ajo mendonte që po këta do më vdesin këtu, unë si do t'i mbaj? Sëmuret njëri, unë do t'i asistoj, dhe sëmuret tjetër do asistoj, dhe mbaj unë si kur t'jem prindit e mi. Pra, mendoj e pak edhe si kur t'ishe ti. Kështu që, nga një ranë, unë mendoj që gjithse kush ka të drejtë. Kanë të drejtë edhe prindrit, sepse prindrit thonë, ne me atë u martua djali ynë, njëkohësisht kemi dhe një nip. Pra mund t'jetë kjo arsyeja. Megjithatë, si përfundim ai u nda, pra ky u nda nga nëna dhe sot jeton vetëm. Dhe na ka shkruar pikërisht këtë histori. Tani do të dëshiroja një gjykimin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Si do të silleshit ju në një situatë të tillë? Pres dhe ndajeni. Faleminderit.